Gjon Buzuku, themeltari i gjuhës së shkruar shqipe. Gjon Buzuku, 1499-1577, është një nga figurat më të shuara dhe më me ndikim në historinë e letërsisë dhe gjuhës shqipe. I njohur si autori i librit të parë të shkruar në gjuhën shqipe, ai ka zënë një vend të veçantë në ndërgjegjen kulturore dhe historike të shqiptarëve. Me veprën e tij madhore, Mesharin, Buzuku hodhi themelet e traditës së shkrimit shqip dhe kontribuoi fuqishëm në ruajtjen e identitetit kombëtar në kohë të vështira. Jeta dhe prejardhja. Gjon Buzuku lindi në vitin 1499 në fshatin Ljarje të Krajës, një zonë që sot ndodhet në mal të zi, por historikisht e banuar nga shqiptarët. Ishte djali i Bdek Buzukut dhe i përkiste një familje që besohet të ketë pasur lidhje të forta me Kishën Katolike. Megjithse të dhënat për jetën e tij janë të pakta dhe fragmentare, mendohet se ai ka vepruar si prift katolik në zonën e Malësisë së Madhe ose në rrethinat e Shkodrës. Shumica e biografisë së tij mbetet e panjohur, por pikërisht ky mister rreth figurës së tij i jep atij një dimension edhe më të madh historik dhe kulturor. Ajo çka e bën Buzukun të pavdekshëm nuk është historia e jetës së tij, por trashëgimia që ai na ka lënë përmes fjalës së shkruar. Meshari, libri i parë në gjuhën shqipe. Vepra më e njohur dhe më e rëndësishme e Gjon Buzukut është Meshari, i botuar në vitin 1555. Ky libër është dokumenti më i hershëm i njohur në gjuhën shqipe që ka mbijetuar deri më sot dhe përbën një ngjarje të jashtëzakonshme në historinë kulturore të Shqipërisë. Meshari është një libër fetar që përmban pjesë të liturgjisë së krishterë katolike, si meshët ditore, shërbesat e shenjtëve, ritet e sakramenteve dhe lutje të ndryshme. Libri është shkruar në dialektin geg dhe tregon qartë një nivel të lartë të zhvillimit të shqipes së shkruar në shekullin 16. Qëllimi i autorit ishte t'i ndihmonte besimtarët shqiptar të merrnin pjesë në jetën fetare në gjuhën e tyre amtare, gjë që kishte një rëndësi të jashtëzakonshme në një kohë kur ndikimi i gjuhëve të huaja, si latinishtja, italishtja dhe osmanishtja, ishte shumë i fortë. Përmes Mesharit, Gjon Buzuku kontribuoi në ruajtjen e gjuhës shqipe si mjet i komunikimit shpirtëror dhe kombëtar. Struktura dhe gjuha. Meshari ka një strukturë të qartë liturgjike dhe përmban një gjuhë të pasur, të kultivuar dhe të qëndrueshme. Edhe pse u shkrua në kushte të vështira dhe në mungesë të një norme të konsoliduar letrare, gjuha e Mesharit është e kuptueshme për shumë shqiptar edhe sot, sidomos për ata që flasin dialektin geg. Forma e tij gjuhësore, pasuria e fjalorit, ndërtimi i frazave dhe përdorimi i figurave të ndryshme letrare e bëjnë Mesharin një burim të paçmuar për studiuesit e gjuhësisë dhe letërsisë. Ai është dëshmi jo vetëm për ekzistencën e shqipes së shkruar, por edhe për nivelin e lartë të zhvillimit të saj që në atë kohë. Zbulimi dhe rëndësia. Vepra e Buzukut ishte e humbur për më shumë se 2 shekuj. Ajo u zbulua rastësisht në vitin 1740 nga arqipeshkvi i Shkodrës dhe më vonë u studiua dhe u bë e njohur fal punës së palodhur të ndremjedës dhe albanologëve të huaj si Gustav Meyer, Norbert Jokl dhe Ekrem Çabej. Kopja e vetme e Mesharit që ekziston ruhet sot në Bibliotekën e Vatikanit. Rëndësia e Mesharit nuk kufizohet vetëm në aspektin fetar. Ai është një dokument i jashtëzakonshëm kulturor, historik dhe gjuhësor. Me këtë vepër, Gjon Buzuku e përfshiu shqipen në sferën e shkrimit dhe të botimeve, duke i dhënë asaj një status të barabartë me gjuhët e tjera europiane të asaj kohe. Trashëgimia dhe simbolika. Gjon Buzuku është më shumë se një autor, ai është simbol i qëndresës kulturore dhe gjuhësore të shqiptarëve. Nëpërmjet Mesharit, ai na dëshmoi se identiteti ynë kombëtar është i lidhur ngushtë me gjuhën dhe me fjalën e shkruar. Sot, figura e tij kujtohet me respekt në historinë e kulturës shqiptare dhe vepra e tij konsiderohet si themel i letrave shqipe. Në një botë ku identitetet shpesh zbehen nga pushtime, ndikime të huaja dhe humbje të traditës, Gjon Buzuku na kujton fuqinë e fjalës për të ruajtur një kombë të gjallë dhe një gjuhë që flet për shpirtin e popullit.